një qytet ku paragjykimet shpesh kanë përcaktuar edhe profesionet, Dija Arslova vendosi ta ndjek pasionin e tij. I rritur pranë makinës së qepjes së nënës, e cila krijonte veshje industrie, sot ai është një nga dizajnerët e parë meshkuj në Podujev, që dizajnon dhe qep fustane për gra. Me talent, punë dhe këmbgulje, djari nuk ka ndërtuar vetëm një karrierë, por ka sfiduar edhe stereotipet, duke dëshmuar se arti dhe kreativiteti nuk njohin gjini. Për një kohë të gjatë, punoi vetëm online. Klientët nuk e dinin se pas fustaneve që admiroheshin në fshetësi, fshihej një djalë. Dalja në treg me një studio fizike ishte hapi më i vështirë, sepse tashmë nuk mund të fshihej më pas rrjeteve sociale. Sot ai rrëfen rrugëtimin e tij, sfidat dhe momentet që e quan deri këtu. Unë jam Dija Arslova, jam dizajner mode, jam këtu me lokacion në Podujev. Fillimet e mia kam nisë që prej vitit 2019. Tash po bëhen 7 vite që merrem me këtë profesion. Tash është edhe sezona ime e 7-ta në realitet që po e zhvilloj, kështu që të shohim që shpuna ecë këtë sezon. Tregove që merresh pothuajse që 7 vite me këtë profesion, na tregon se si ka nisë gjithçka me kjo punë për ty? Kjo punë për mua ka nisë që kur kam qenë maturant. Prej atëherë kam dashur me zhvillu një profesion timin mas shkollës mesme, edhe kam pa që këtu gjithë kom pas prirje, po edhe kom pas si pikë synimi me pas brand tamin. Kom fillu një herë krejt të menu me pas një brand meshkujve, edhe nuk kom menu hiq për kauna e femrave, po kur e pash që edhe kauna e femrave po kom prirje, kom vazhdu kauna e femrave, se kërkesa u kon me më dhe për ka femrat, dhe veç kom vazhdu këtë pjesë. Pastaj, kur kom fillu në 2019, kom fillu me profesorin Valion Pestisha. Ta i kom marrë hapat e parë, ta i kom punu, ta i kom nxënës i tij, edhe pastaj kështu ka zhvillu, që nga i ku. Gjithçka nisi me ndërhyrje të vogla në rrobat e tij. Djari tregon se dashurim për këtë profesion e trashëgoi nga e ëma, ndërsa kujtimet e fëmirisë i lidh me tingullin e pandërprerë të makinës së qepjes. Po, unë e quj trashëgum që kam këtë profesion, nga se jam rrit në maqinë të kepjes. Jam rrit prej mamit që u merr me pjesën e dallamave. Ka pas çdo herë klienta në shtëpi atëherë. Edhe gjyshja u merr me këtë profesion këza shumë, po edhe halla. Halla e ka pas kry një kurs atë kohë tropa-qepsi, se ka pas makinën në shtëpi, edhe të hullum të këshyrë qa po bojnë, qa është puna e pejve, jë mësu edhe e kom vazhdu në profesionin tash profesional për quj. Kom provu për me bo ndryshime në veshjet e mija. Në fillim kom fillu me qepje handmade dorës, do isha me bo pak texting, pa të bo se loj trendin kohën 2019, me shkru thënje në duksa, në majica, provojsha me shkru krejt handmade, pas ta i merke ku këza shumë, pa ta provu përmes makinave shtëpiakës që janë kështu të vogla, ato provojsha, po ato kepshin veç materiale me densitet shumë të hollë, edhe ish pak probleme me qep, po ato kom fillu pak punë jo profesionale për quj, që ka qenë prej fillimet mija. Në fillim qepte rroba për meshkuj, më pas vendosi ta ndryshoj drejtimin dhe ti përkushtohej dizajnimit të fustanëve për vajza e gra. Pse e mori këtë vendim? Atëherë nga vështirësia gjithë e quj kauna e meshkujve, nga se tek kauna e meshkujve ki setrat, ki këmishat që janë më elegante dhe që janë pak më të vështira mu punu. Nga se pjesa e majica, pjesa e hudi duksave është më e lehtë mu punu, po është punë nga njerë quj punë kuantiteti, nga se lypet vetëm shumicë e madhe. Po kauna e pjesëve të setrave, pjesëve të këmishave, është më vështirë mu punu të meshkuj, të fjalla. Po dhe të femrat setra e merë të njëjtën kohë të njëjtën punë. Po tash të femrat më shumë është pjesa e fustanave dhe po shkon pjesa më e shpejt. Koha është më e shkurt edhe punuat më shpejt se një setër e meshkujve. Se një setër e meshkujve të merë 2 deri në 3 javë për mu punu tamam profesional. Nga se duhet më bo njerë qepja handmade, pastaj hekurosja në detaje, pastaj vendosën ato pjesë të kanavaci këto që janë pjesë të detajeve të setrës, edhe merë kohë këza shumë.
po unë për veti kom prek të dyjat edhe e di pak a shumë të cila e gjej vetën më shumë. Të meshkujve prap është akoma ndërrimja që me pos brendin posaçëm vetëm për meshkuj, po për momentin si ka ardhur koha hala dhe njerë është të marrë këgja shumë kohë kje puna me femra, kështu që përra për një të ardhme ma tafërt, pa caktume. Si çdo fillim, edhe ky pati sfidat e veta. Diari kujton se fusarni i parë që preu përpaksa nuk dështoi. Po më kujtohet, fusanin e parë, pata për e quj kështu, fusanin e parë që kom qep në gjatë provave dhe mësimeve të para të valoni, po kështu që e kom mendje, kom klientin e parë që pata bom fusanin, ma pat besu punën, ka qenë vitin 2021, 2 vite mas se u aftësova për kësaj pune, edhe nuk e harroj kur që shukon puna e stresit, sa materiali unë ka marrë. U kanë këgja vështirë se tash përvoja e bën gjithëm të vetën, pa marrë parasysh sa dë një profesion, duhet pak edhe me pas provime adin që mi të i kalu ato, po e pa ta marrë materiali më pak se që më dohet, edhe i pa ta thonë klientës për me marrë materialin, e nuk më dulë materiali për pak, veç për gjatësit fustanit, tani nuk më isha mi thonë prap, dohet edhe kaq material që më vike pak pa lidhje, tani pa ta marrë vetë kështu material ekstra, po më pa dollë përësia të tepër e mirë. Tani prej asaj e ko marrë kështu një shlirim gjithë, mersha material edhe ma shumë, po edhe çdo herë kisha ma shumë kujdes të materiali klientët, se njerë punojsha me materiale ma të lira, pastaj kur shkoj kete çmimi pak ma i naltë i materiale, kujdesive shkoj kete u rritë dhe stresi u rritë kënë një të kohë, se ish këgja problem me bo gabime në materiale. Të jesh një djalë që qip fustane për grane po do jev nuk ishte e lehtë. Ai rrëfen se hapi më i vështirë ishte të prezantohej publikisht si dizajner, ka frika se mos nuk do të pranohej në treg. Po, po dujev, ka qenë vështirë, mas pari me marrë unë hapin vetë si djarë, si dizajner, për me u shfaq hap të azit të klientat. Kur e kom hap faqen, e kom hap të faqja Stella by djarë, po e kom hap vetëm në emër të Stella, nga se e pa ta marrë si emër, si lloj brendi që njerëzit mos me ditë kush jam. Njerëzit ma njoh veç punën, edhe fytyra e mos më shfaq hiç. Po kur dashta me bë lokalin fizikisht, njerëzit dojnë me ditë kush është pronari, kush është dizajneri, kush ka me punu me këtë pjesë dhe mu më takënte që me shfaq edhe fytyrën tam. Edhe prej një faqe Stella që krejt e mendojnë që është femër edhe u përgjithshin si e nderuar Zoje Sane, më shfaq si djalë, u kanë këgja vështirë se e ku menu që shka me reagu klientura më spari, që shka me reagu populata këto në Podujev, që shka me reagu edhe njerëzit afër meje që i kisha që nuk e dishin hitë që po mirëna me këtë punë. Po u kanë këgja pritje e mirë, se si dizajneri parë këto, unë kam pritë shumë mirë, unë kam dhënë përkraje tepër të madhe, edhe sot e kësaj dite se mund nga përkraja si qytetit, si njerëzë rreth meje, po edhe klientave që i kam besnik çdo herë. Përmendin është atë frikën e përballjes në fillim me prej Stella, për me kalu te Stella by djarë, a ka pas paragjykime gjatë kësaj kohe deri tash që punon në këtë lloj pune? Po, tash me fol për pjesën e paragjykimeve ka pas, se pak a shumë mentaliteti i një mashkulli më mirë me punën e fustanave nuk u kanë shumë i njoftën në qytetin tonë. Po ajo pjesa e frikës u kanë më e madhe se pjesa e paragjykimeve. Se shpesh herët ndoshta veç dikush që të ka këshyr, ke menu që e ka një mendim për ty të msheft, edhe që ty të ka bo më një keq ndoshta. Po, ndoshta ajo s'u kanë ajo pjesë që ndoshta u kanë pjesë të menu për një arritje, një sukses temin. Ndoshta u kanë edhe një kompliment që ka dash më dhon, po pjesa e frikës e ka bërë çdo herë me pas mendim negativ. Qoftë dikush që të ka pa, qoftë dikush që ndoshta ta ka pëlqy një postim tonin që e ke pas në rrjetet sociale, çdo herë ke menu ç'a mendon ky për mua, se çka mendon kjo për mua din, edhe që kjo u kam pak më e vështirë se sa ndoshta një paragjykim direkt me ma bë dikush. Po prap të fol, se nga njëherë duhet edhe pak mi dit menimet e tjerëve, po tu i pyet normalisht edhe tu e pranu menimin e secilit, se tash menimet ndryshme kemi gjithë secili,
po edhe kjo më ka bo që me ecë ma letë, se menimet të i marë disa si kritika, disa si lavdata dhe më kam bo shumë ma letë me ecë për para. Sot gjatë sezonës kur porosit janë të shumta, djarri zbulon edhe disa nga kërkesat më të pazakonta dhe huqet që has më shpesh tek klientët. Në fillim për mi marë edhe menimet, edhe stres në klienta edhe punën, u konë këgja vështirë. Tash, u dash me ndonë do shta kohën e posashme për se cilën veç e veç, që mu merë me se cilën. Po tash, puna e sezonës e dim krejt që është shumë e ngarkume edhe ti çdo herë ti kime pos stresin, porosive me komi kry të klientit, me mi gjithë materialet që shpesher janë të vështira mu gjithë në treg, edhe këto që të kanë bënë stresum sa ti u dash do herë me kanën hap me klientin edhe hap me kohën, sa nuk e menu nashta për menime kritike për qujt tjerve. Po tani mas sezonës ti ki ko ma shumë u balafaqu me menimet, me njerëzit, me kohën, me krejt sanet që nuk e pas kohë gjatë sezonës. Edhe kjo menoj që u konë me mirë se nëse isha marrë një të në kohë me krejt, si me menimet, si me punën, su besoj që kësha pas sukses. Se nga njerë na i menime në me të mbetë në menje dhe aja më në me ndiku të pjesa jote e punës ditore që e bënë. Ose t'jesht mudit që më në të ndryshu komplet dhe është këgja vështirë prapë më këthim binarë që me vazhdu punën e rrjadhshme si çdo ditë. Po në sezonë dhe jashtë sezonë kem shumë raste, tash se ndodh nga një herë shpërqendrimet e kafës ka njeri quj, mujnë me të bomën që me haru ku je konë të vazhdu të një fustani caktum. Zakonisht në arum të premja, se premja kur përfundon, gjithë thëmë përfundon 50% e fustanit. Ka ndodhë, ndo njëherë kena bo pjesën e patronit, tash këto letrat e patronit janë 1 metër gjata dhe 70 cm kështu gjona, e na do të mi bo me shtesa që me pas pjesën e fustanit gjatësis, ose bishtit, ose e shpesh herë e lojmë disa për mi dhanë shtesat material. Tash, kur e prej une, për shambull e këm bo patronin une, e di që këm haru ndodhja dho dikuj tjetër me prej. Thonë prej në këto pika, dhe në sanë, ndashta harra une prej menjes për me adhon gjatësina dhe ka ndodhë. Po zakonisht këto i bojmë në stare, që mos mu dëmtu materiali primar. E testojmë në stare ose në pjesë tjera të materiale, pastaj vazhdojna në materiale direkte. Po ka ndodhë kështu, kam shumë raste, për tash s'moje e specifikoj një, që na ka bodhe me kesh krejt ekipën, se ka ndodhë, dhe nuk ka njëherë thëmë bëmë si të pitë në sezonë dhe nuk e shohë mo që ka pëndodhë. Kur trendet ndryshojnë vazhdimisht dhe nuset kërkojnë gjithnjë më shumë detaje, puna bëhet edhe më sfiduese. Një prej vellove që i morri plot 3 muaj punë për shkak të detajeve të shumta. Megjithatë, në kulmin e sezonës, ekipi i tij arrin të përfundojë deri në 2 fustane në ditë, nga prerja e deri tek detaji i fundit. Kjo periudhë është më e lodhshme e vitit, nga se me koncentrim me pjesë tjera do të me ka nivel shumë të lartë dhe çdo send do të më fokusu rreth punës. Se për të pjesa e fustanave, prap periudha merret më e shkurt kohore për mu realizu, po tek vellët periudha kohore është më e gjatë dhe do të me kanë çdo send më nivel caktum. Kështu që për neve kjo puna e sezonës është këgja e lodhshme edhe koha që na e japëm këto gjatë kohës në dyqan është 12 orë, 14 orë, 15 orë, shpesh herë vetë gjumin që e bojmë edhe kthehemi prapë punë, nga se kështu e dënë sezona nuk i mundësi. Për nga sasia asaj qepim sezon, shifër kështu të sakt variam për sezonave të ndryshme normalisht, po 2-3 fustana mbrena ditës kështu që përfundojnë. Po. Këtu se kam një klientes, ka qenë e vitit kalum, a i na ka marrë kohë gati 3 muaj ditë, se edhe ka pas pundore këgja shumë, po edhe ka pas detaje ekstra këgja shumë. Tash është këgja trending vellët kur pimarin të shkurtën, ngushtën edhe gjonën, tash me 3 vellës se pëndojnë periudat caktume mrena dasmës, edhe ajo e di që na pat marrë kohë këgja shumë. 3 muaj e di që na pat marrë kohë. Bile e di që përës jo bë shumë herët, po edhe detaje që ndryshojnë herë pas here o vendosja ose heqja detajeve na merrte kohë këgja shumë. Pas një rrugë të mbushur me paragjykime, sfida dhe suksese, diari tregon se çfarë do të thotë për të jetosh ëndrrën që dikur dukej e pamundur.
Për të gjithë të rinj që hezitojnë të ndjekin pasionin nga frika e paragjykimeve, Diari ka një mesazh. Po, është pak ma vështirë me gjininë femërore, shpesh thëmë se shpesh herë na duhet me gjetë mesin mes asaj çka dojnë dhe asaj çka kërkojnë. Nga se çka dojnë dhe çka kërkojnë shpesh herë është e ndryshme. Edhe ti nëse nuk e gjen mesin mes tyne, shpesh herë është problem me dal klienti i kënaqur. Prandaj është mirë komunikimi para porosis mu bë në mënyrë detajume, se kur bëhet komunikimi i mirë, edhe mundësia për me pas sukses ki shumë a shumë. Po në rast mungesë e komunikimi ki këgja vështirë. Problemi është këgja shumë, se shpesh herë ndoshta flasim për marrë ngjyrën e zezë, që është ngjyra më komfort që përdoret tek ne. Shpesh dikush që ka vesh vetë zezë don me dalë tek një ngjyrë tjetër, tek një ngjyrë më e ndezën, edhe nuk e ka provu kur. Për neve është sfidë, po edhe për ta njëkohësisht se nuk e din si kam i qëndru në trup. Edhe mundet kjo pak me kriju, po thëmë, menime që i qetë pjesë ma shumë në pa trupit, edhe me kriju ajo pak probleme. Kështu që për na duhet me konë shumë durimtar me to, shumë me konë pjesë detaju me to, edhe me konë shumë të kuptu shumë, se shpesh herë ndoshta veç një mimik e keqe e jona ose e dikuj që e shoqëron këto, mundet me ndiku tek me menu ajo që nuk është të najt mirë ose nuk është për to. E shumë këtu sa me konë kujdes, prandaj është këgja shumë probleme punu me gjininë femërore. Zakonisht mundohëm i realizu krejt sipas kërkesës, pa dosh dikuj mi abo për thonë bajat, se shpesh herë kënë dikon edhe te më zbom ja porosis, po kanë diku që i kina thonë, adem ta propozojna të këqyre, na ta bojna si pas qefit tëmë, po nëse e shet që pi mungën diqka fusanit, për neve si pas qymë tonë që ke i shkan, edhe shpesh herë dikush e ka marrë, dikush nuk e ka marrë për bazë ato që i kemi thonë, po më rëndësi në fund ka kry mirë ajo punë edhe që kjo është ma më rëndësi. Një mesazh që kësha dash të krejt shikuesit me përcjell është mu bo vetvetja. Nëse arrin me kon vetvetja, on krejt vendimet që i merr, on krejt punë që i bën, on profesionin që e zgjedh, suksesi nuk ka me të mungu. Momentin që mundohesh me kon si dikush i ri për thëm, ose me kopju dikon, çdo herë ki me dështu. Po kur s'ka me pas një diar, kur s'ka me pas një dizajner tjetër caktum, se cili jena unik në ato që jena kriju edhe në ato që jemi sot, me dijen që na ofru, me nën dijen që i kemi dhe me pjesë tjera që na i ka folë Zoti. Kështu që është mirë me provu me kon vetja, edhe me marrë guxim me bë ato që ti mendon që ma mirë për ty. Pa marrë parasysh a del mirë a keq, se gjitham nëse del mirë ke fitu, nëse del keq ke mësu. Asnjëherë si në humbje, kështu që bënu vetja dhe provoni në këto ëndra që i dëni.